Pas afro një dekade ku Gjermania ishte fjala magjike për mijëra shqiptar që kërkonin një jetë më të mirë, shifrat e fundit tregojnë se kjo histori po merr një kthes tjetër. Sipas Zyrës Federale të Statistikave të Gjermanisë, gjatë vitit 2024 në Gjermani kanë bërritur rreth 19.000 shtetas shqiptar dhe janë larguar rreth 9.000 të tillë, duke sjellë një bilanc pozitiv prej afro 10.000 personash. Edhe pse bilanci mbetet pozitiv, krahasuar me vitet e mëparshme, ritmi është dukshëm më i ulët se në 2022 dhe 2023, ku Shqipëria kishte respektivisht rreth 14.000 dhe 13.000 emigrant neto. Në të njëjtën kohë, Kosova dhe Serbia po e ruajnë ritmin, madje po e shtojnë. Kosova regjistroi rreth 28.000 hyrje dhe 9.800 dalje në vitin 2024, me një bilanc neto prej 18.400 emigrantësh, ndërsa Serbia e kalon shifrën e hyrjeve me mbi 20.000, edhe pse migracioni neto është më i pakët, pra shumica e tyre janë kthyer. Në një panoramë të gjerë në krye të listës së shtetësive me më shumë emigrant në Gjermani për vitin 2024, renditen Ukraina, Siria, Turqia, Afganistani dhe Iraku, të cilët përbëjnë pjesën më të madhe të lëvizjeve migratore. Vetëm Ukraina ka regjistruar mbi 115.000 emigrant neto, e ndjekur nga Siria me 78.000 dhe Turqia me 36.000. Këto shifra tregojnë se valët migratore drejt Gjermanisë janë gjithnjë më të lidhura me konteste lufte, pasiguria dhe kriza humanitare, ndërsa vendet e Ballkanit po përjetojnë më shumë migrim ekonomik. Por përse shqiptarët po hezitojnë më shumë? Një pjesë e përgjigjes qëndron te ndryshimet në politikat e emigracionit të Gjermanisë. Ligji i ri për punëtorët e kualifikuar kërkon dokumenta më të sakta, njëje profesionale të diplomave dhe standarde gjuhësore më të larta. Një tjetër faktor kryesor është ngadalësimi ekonomik në Gjermani. Ndërsa vendi përballet me rritje të kostove të jetesës, inflacion të lartë dhe kërkesë më të ulët në sektor manual, shumë kompani kanë frenuar punësimet. Kjo ka bërë që punëtorët shqiptar të kërkojnë alternativa më afër dhe më fleksibël. Italia, Kroacia dhe Britania e Madhe janë bërë destinacione të reja të preferuara për punë sezonale apo afatshkurtër.